Çdo vendim që merret rreth proceseve të ndryshme që kanë të bëjnë në Ballkanin Perëndimor, por edhe në dialogun Kosovë-Serbi, në një farë mënyrë barën në aspektin zyrtar oficiale bën Unioni Evropian, i cili ka një ndërmjetësues në këto bisedime. Dhe mendoj që evropianët, edhe pse gjenden në një pozicion jo të mirë për shkak të gjithë atyre fragmentime dhe divergjencave që kanë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë në një pozicion që ndoshta nuk mund të jenë shumë aktiv. Po ashtu mund të them që edhe lufta në Ukrainë është një ndër faktorët të cilët mund të haben investime të shumta nga buxheti i shteteve të Unionit Evropian apo Unionit Evropian në përgjithësi, të cilat kanë dërguar për Ukrainë dhe ende janë duke financuar dhe ndihmuar. Me siguri që rajoni mund të ketë një lloj zbrasire dhe hapësirë për të pasur ndikime dhe fuqi tjera. Në këtë rast Rusia, edhe pse ajo ka problemet e veta me luftën në Ukrainë, por edhe në aspektin e shumë dimensional që ka të bëjë me gjeopolitikën e sotshme botërore, me sferat e interesit, atëherë në një farë mënyrë arrin që përmes proksit të saj që në Ballkan dihet ma Republika e Serbisë dhe entiteti serb në Bosnjë-Hercegovinë mund të luajë aktivitet, mund të ngrisë gravurën e aktivitetit e vet për ndikim dhe zgjerimin e këtij ndikimi në këtë pjesë të Ballkanit. Mendoj që edhe në aspekte tjera, sidomos që kanë të bëjnë me atë që quhet luftë hibride, qoftë investimet që nga mjetet që mund të përdor qoftë mediale apo mjetet e tjera të cilat i përdor jashtëzakonisht mençur Rusia në Ballkan, apo ndikimin, format e joshjes, por edhe në atë që quhet sot ndikimin përmes aferave korruptive, ndikimit do thotë joshjes së parës, të cilat mund të krijojnë edhe në partitë të ndryshme apo në organizata në institucione shtetërore joshje dhe blerje të njerëzve të cilat mund të kenë një ndikim për të luajtur për interesat ruse në Ballkan. Zot Bilali, nga ana tjetër, a mendoni se po marginalizohet Europa nga vendimarrja për rajonin dhe çfarë do të thotë kjo edhe për Kosovën, pasi Lavrov e pranon hapur se kontaktet me SBA-n për Ballkanin janë të hapura, ndërkaq që Bashkimi Evropian mbetet anash? Sigurisht, Roste din fare mirë që në Ballkan në zgjedhje të cilat ata preferojnë mund të arrijnë me Amerikanë. Dhe kjo është rritur edhe kriza tjera, në lotë sidomos në Ukrainë, ajo që mund të arrihet një paqë, një stabilitet, mund të thëmë një ndërprerje apo arritja një pushimi bashkëtarisht me një marrëveshje paqësore, arrihet vetëm mes amerikanëve dhe rusëve. Do thotë ndikimi nuk bën ta mohojmë, evropianët kanë një ndikim, realisht janë disa shtete fuqishme, të cilat kanë potenciale qoftë ekonomike si Gjermania, apo kapacitete ushtarake në një farë mënyrë, flas për konceptin armëve strategjik, apo bërthamor si që është Franca dhe Britania e Madhe, por mendoj që adut kryesor të çdo problematike në final apo në fund të një procesi janë amerikanët. Dhe këtë nuatin mirë ose din fare mirë, se në një farë mënyrë taktikisht ata dëshirojnë që ti krijojnë probleme në një farë mënyrë edhe amerikanëve në gjitha pjesë të globit, qoftë në hemisferën perëndimor atje me rastin e Venezuelës apo me Grenlandën apo në të ardhmen ndoshta edhe me Kanadën. Edhe sidomos tashme intervenimin që një lloj para përgatitje për goditje të Iranit. Dhe mendoj që në këtë drejtim ata dëshirojnë të lodhin amerikanët në farë mënyrë në shpërndarjen e asaj që mund të njihet si grumbullim i të gjithë atyre aspekteve që amerikanët sot dëshirojnë ta kontrollojnë, jo vetëm në sferën perëndimore, por edhe pjesë tjera. Prandaj në Ballkan Rust din fare mirë që mund të arrihet një dëllë, dhe është ajo citate që shpreh ju me vend i Lavrovit në një brifing për shtyp me mediat dhe ku shprehet qartas që në Ballkan do kenë në një farë mënyrë një lloj koordinimi me palën amerikane, ai përmendet se divisht Bosnjë-Hercegovinën, po edhe shtete tjera. Dhe kjo në një farë mënyrë nënkupton që do kemi një vijë fatkeqësisht darëse të interesave në Ballkan. Mendoj që në këtë aspekt duhet
të potencohet që ndoshta edhe bordi i paqes në një farë mënyrë ose afërsia presidentes së Kosovës apo trajtimi i saj, mendoj nga ona e Donald Trumpit, mendoj që ka tregu një lloj simbolike që amerikanët janë ata që interesat e veta në Ballkanin Shtrim përmes realitetit të faktorit shqiptar në Ballkan. Në fakt, zoti Bilali, ashtu si e thatë edhe ju, Serbia dhe Bosnia përmendin si bastione kryesore të ndikimit rus përmes energjisë, sigurisë, medias, por edhe ekonomisë. Mendoni se mund të shndrohen këto vende në platforma presioni direkte të ta quajë ndaj Kosovës? Po sigurisht burimet ato apo mund të them interesat qoftë gjeoekonomike, por në këtë rrafsh mendoj që Bosnia mund ta ketë fatin e Jugosllavisë, do thotë një shtet i krijuar nga ajo që shifet për të mbijetuar ekziston ai rreziku i shpërbërjes, po që se ndoshta faktori mund të them amerikan dhe interesat turko dhe atë Arabi Saudite nuk do ishin të influencuar për të ruajtur këtë bashkësi apo këtë qytet. Dhe kjo mund të jetë sigurisht që kemi një situatë me të cilën mendoj që Ballkani paraqet një potencial të rrezikshëm pas Ukrainës, pas asaj që mund të ndodhë në Ukrainë, do thotë një problematike e cila realisht mund të jetë shkëdia zjarri është Bosnia. Dhe nga Bosnia, nga në jug, poshtë kemi pastaj një situatë jo më të mirë në Maltezi, por ka se është një, mund të them, pozicion i tillë i Malit të Zi, sidomos në aspektin e ankorimit të asaj që njët të bazave, mund të them, daljes në Adriatik, vregdetit të cilën e posedon një hapësirë Mali i Zi, dhe që Serbia është, do thotë, ka një frymëri ëndër të jetë në një farë mënyrë nesër pjesë e këtij ankorimi në Bregdet, dhe Kosova kuptohet e cila ende ka dhe duhet të ketë një qasje më ndryshe në aspektin e forcimit të rolit saj në aspektin ndërkombëtar, në numrin e njojeve, pastaj ngritjen e kapaciteteve të brendshme dhe stabilitetin e brendshëm, por mendoj që edhe Shqipëria në këtë kontekst duhet të llogaritë që në këtë kohë në cilën jetojmë, me situata jashtëzakonisht alarmante për këtë sigurisë dhe ndryshimit komplet të konceptit një bote ndryshe, dhe këtë pranojnë edhe vetë liderët më të fuqishëm, që bota ka ndryshuar dhe duhet ndryshojmë edhe ne. Mirë po, ne kemi ato problemet të cilat janë më specifike në raport me fqinjet tonë, të cilat kanë apetitin, këtë rast me Serbinë, të cilat mund nesër të paraqiten rrezik për substancën tonë. E shërë, zoti Bilali, nga ana tjetër, a rrezikon Kosova të mbetet jashtë radarit strategjik të perëndimit pasi Europa tashmë përballet me kriza të shumta si Ukraina, Gaza, Groenlanda, ndërkaq që Ballkani mbetet disi i zbet? Është vështirë të thuhet që a mund të jetë jashtë orbites apo radarëve të interesit evropian, apo edhe perëndimor përgjithësi. Meqense në një qasje të këndvështrimit të polit apo të aleancës veriatlantike, por edhe interesat dhe civilizimit perëndimor, ka qenë unison deri vonë, por tash kemi një ndryshim radikal dhe mendoj që duhet të ndajmë dy aspekte, ato që nënkupton Evropë ose Unioni Evropian dhe qasja amerikane. A mund të humbë interesimi? Jo, nuk e besoj. Kjo mund të jetë ndoshta ndonjë fazë ku mund të ketë lodhje në gjithë sferë, në gjithë këtë lojën e madhe të shahut që po luhet në arenën ndërkombëtare. Evropianët mund të thonë nuk janë në pozitën më të mirë. Por mendoj që amerikanët shifet që në Evropën juglindore në një farë mënyrë një lloj përkrahasi
kanë elemente dhe faktorin shqiptare. Por, kjo nuk do thotë që Amerikanët nuk mund të kenë pastaj një qasje tjetër në të ardhmen e afërt. Kjo është parë, thëmë drejten edhe me qasjen e Siri, ku ka qenë, do të thotë, përkras më të mëdhenj të interesave kurde. Dhe kjo ka qenë e hapur, do të thotë, ato bazën e pjesë veriminore kanë qenë edhe bazat amerikane dhe përkraja që ka dha SDF-it, do të thotë, forsave kurde të cilët kanë luftuar regjimin e Asadit, por edhe me ardhen e Al-Shares apo interesat turke në këtë pjesë. Dhe sot i ke, do thotë, të hedhur, mund të them, të përdorur dhe të gjuajtur. Dhe kjo mendoj që duhet të kemi kujdes në aspektin e interesave të fuqive të mëdha, ndonjëherë mund të jenë edhe vendime jo të këndshme. Por përgjithësi orientimi dhe shpresa e vetme për momentin, për faktorin shqiptar, sidomos për Kosovën klasë, është jo vetëm ai zhargoni që ndoshta mund të jetë si çdo herë mendohet dhe shpresohet që shpresa jone vetë mund të jetë kjo, e vërteta që ndërën ashtu, por du të kemi kujdes që nesër mund të jemi ndoshta, ose edhe me një insistim të një marrëveshje apo përfundimin e dialogut Kosovë-Serbi mund të servohet diçka që me këngulje nga meqetan mund të jetë një lloj presioni. Zotë Bilali, nga ana tjetër, raportet tregojnë se Rusia synon të mbajë Serbinë larg